Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në Info 2. Lëvizja vendosje vetëm një ditë para se të skadonte afati i presidentes për ta mandatuar mandatarin e dytë për themelimin e qeverisë Kosovës apo të shpallte zgjedhjet e parakohshme, ka propozuar Glauq Konjufsen për kryeministër, pra që të tentojnë në raundin e dytë apo në herën e dytë që ta formojë qeverinë e Kosovës, anise ende nuk e ka një koalicion lëvizja vendosje me ndonjë nga partitë tjera pra për t'i bërë numrat, sepse as zoti Kurti në 26 tetor nuk i kishte numrat për ta formuar qeverinë e re të dalë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të këtij viti. Pra megjithatë, më njëherë pas këtij vendimi të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, kanë reaguar edhe partitë të tjera ish opozitare, PDK, LDK, AK, të cilat kanë kërkuar që të shpallën zgjedhjet e parakohshme, sepse vetëm kështu mund të dilet nga kjo blokadë, të cilën është futur vendi dhe jo të improvizohet me kandidaturat e tilla, me që askush nuk e ka shumicën parlamentare për ta bërë qeverinë dhe për ta bërë majorancën. Mirë po, megjithatë, zoti Kurti tha që këtë po e bëjnë për ta shmongur zgjedhjet e dy feshta, pra dy palë zgjedhjeve edhe në dhjetor, por edhe në prill, atëherë kur i skadan mandati presidentes Kosovës Vjosa Osmani, sepse nëse formohet një qeveri me pakicës, atëherë nuk do t'i ketë numrat për ta zgjedhur presidentin e ardhshëm dhe kështu do të mund të shkohet potencialisht në zgjedhje nëse nuk zgjedhet presidenti i ardhshëm. Për këto dhe për çështjet e tjera dhe për çështjet në pjesën e dytë do të flasim për çështjet e urbanizmit, për ndërtimet me arkitektin Lulzim Behgjetin, i cili ka ardhur dhe tashmë jeton edhe në Finland, por edhe në Kosovë një pjesë të kohës së madhe, dhe i cili ka investuar këtu, por të shohim se si e sheh ai zhvillimin e Kosovës në aspektin urbanistik, por edhe të ndërtimeve të tjera. Por së pari, si zakonisht, ju ftoj të ndiqni një blog të lajmeve kryesore të ditës. Vendosja në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm ka propozuar në kryetarin e këtij subjekti politik Glauq Konjufsen për kryeministër të Kosovës. Kjo u bë e ditur nga kryetari i LVV-s Albin Kurti, i cili tha se Konjufsa do t'i propozohet presidentes për ta mandatuar për herë të dytë që ta formojë qeverinë dhe kështu të shpangen zgjedhjet dhe të votohet buxheti për vitin 2026. Kurti tha se tani radha është tek partitë që humbën në zgjedhje që ta formojnë qeverinë Konjufsa dhe të shpangen zgjedhjet e dy fishta brenda pak muajve, me që edhe në prill mund të ketë për shkak të përfundimit të mandatit të presidentes. Kurti tha se ai do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme, ndërsa i propozuari për kryeministër Glauq Konjufsa tha se e pranon këtë nominim për dy arsye: shmangjes së zgjedhjeve dhe miratimin e buxhetit, sepse nëse nuk miratohen rrezikohen mijëra punëtorë të mbesin pa paga. E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetvendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauq Konjufsa. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauqu, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glauqut e Glauqu timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Me përulje dhe obligim më duhet ta pranoj
këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi? Lëvizja Vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla në rrethanat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë. PDK-ja përmes një deklarate për media ka reaguar ndaj propozimit të Glauku Njufcës për kryeministër. Ka thënë se në një situatë ku është e qartë se shumica shqiptare në kuvent, së bashku me disa deputet të komuniteteve jo shumicë jo serbe, kanë shprehur qëndrimin e prerë se nuk kanë votë për një mandatar tjetër nga lëvizja Vetëvendosje. Çdo tentativë për t'ia dhënë sërish mandatin kësaj partie do të përbënte humbje kohës, varritje të panevojshme dhe thellim të mungesës së besimit në institucione. PDK konsideron se ignorimi i këtij realiteti vetëm do ta thellonte krizën, do ta zgjaste pasigurinë institucionale dhe do ta dëmtojë më tej stabilitetin e vendit. Në emër të përgjegjësisë dhe të besimit qytetar, Partia Demokratike e Kosovës bën thirrje për t'i dhënë fund çdo skeme zvarritse, çdo improvizimi politik dhe çdo përpjekje për ta mbajtur peng shtetin për interesa të ngushta partijake. Aktualisht zgjedhja e vetme e drejtë dhe demokratike janë zgjedhjet e reja të parakohshme që do t'i kthejnë sovranit, qytetarit të Republikës së Kosovës, të drejtën për t'i vendosur drejtimin e ardhshëm të vendit dhe për t'i dhënë legjitimitet institucioneve të reja, thuhet në deklarimin e PDK-s. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas propozimit të Glauku Njufcës për kryeministër. Duke thënë se dalja nga bllokada është përmes zgjedhjeve e jo veprimeve kundërkushtetuese. LDK-ja vlerëson se është bërë qartësi e dukshme për opinionin publik dhe për të gjitha subjektet parlamentare se asnjë parti politike nuk e zotron shumicën e nevojshme parlamentare për ta formuar qeverinë e re. Në këtë rrethan, shtyrjet procedurale dhe interpretimet e stisura vetëm sa thellojnë pasigurinë politike dhe dëmtojnë besimin e qytetarëve në institucionet e Republikës. LDK-ja apelon për veprim të shpejtë, të përgjithshëm dhe në përputhje të plotë me kushtetutën dhe afatet ligjore. Dalja nga bllokada institucionale nuk mund të kërkohet përmes veprimeve jo kushtetuese e marrëveshjeve të paqarta, por përmes kthimit të sovranit te qytetari. Zgjedhjet e reja tashmë janë domosdoshmëri, thuhet në reagimin e LDK-s. Sipas LDK-s, vendi i duhet legjitimitetit të ri dhe institucioneve që burojnë nga vullneti i lirë i qytetarëve e jo zvarritje, jo pazare dhe as improvizime. Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas propozimit të Glauku Njufcës për kryeministër, duke thënë se pa e dëshmuar se i ka numrat, presidentja Vjosa Osmani s'ka të drejtë ta mandatoj askënd. Afati kushtetues për votimin e qeverisë përfundon nesër dhe presidentja e vendit nuk ka mandat ta mandatoj askënd për krijimin e qeverisë, pa dëshminë se kandidati i nominuar e ka shumicën e nevojshme. Shumica e nevojshme dëshmohet vetëm me nënshkrimet të deponuara të deputetëve. Në çdo situatë tjetër, presidentja bën shkelje të rëndë kushtetuese. Kandidatura e dytë nga VV për qeveri është veç përpjekje për të vazhduar kapjen e institucioneve të shtetit, në kundërshtim me krejt normat kushtetuese e politike, ka thënë Haradinaj. Sipas tij, kjo fazë duhet të marrë fund menjëherë dhe vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Komisioni Evropian ka miratuar raportin e progresit për vitin 2025, që për Kosovën konstaton progres të kufizuar e stagnim. Shkak kryesor është përçarja e skenës politike dhe ngërçi institucional. Ky raport të martën i është dorëzuar kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Heqja e masave ndaj Kosovës kushtëzohet me transferimin e pushtetit lokal në veri. Të gjitha marrëveshjet nga dialogu duhet të zbatohen edhe nga Kosova, edhe nga Serbia. Sa u përket masave të vendosura nga BE për Kosovën, është thënë se ka nisur heqja graduale e tyre dhe se në kuadër të heqjes ka qenë edhe një takim i mbajtur në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit në Korrik. Aty është
theksuar se heqja mëtej me tyre varet nga depërshkallëzimi në veri. Hapat e mëtej mbetën të kushtëzuar nga një ulje e qëndrueshme e tensioneve në veri. Komisioni synon të heqë mëtej këto masa me kushtin që të arrihet një transferim i rregullt i qeverisjes lokale në veri, pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe nëse ulja e tensioneve është e qëndrueshme, thuhet në raport. Me mbështetjen e ambasadës së Italisë në Kosovë është nënshkruar sot memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet korporatës Smart City dhe Universitetit të Prishtinës, një hap i rëndësishëm për fuqizimin e bashkëpunimit në arsim, inovacion dhe zhvillimin e kapaciteteve profesionale për të rinjt kosovar. Ambasadori i Italisë theksoi rëndësinë e këtij nënshkrimi. Ai tha se Italia do të investojë rreth 10 milion euro gjatë 3 viteve të ardhshme në sektorin e arsimit, duke mbështetur një rrugë integruese që shtrihet nga arsimi i hershëm deri te trajnimi profesional dhe universitar. Nga sot, udhëtarët që kalojnë nëpër aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari do të kenë mundësinë të ndalojnë për një çast e të njihen me forcën dhe qëndresën e grave të mbjetuara të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në ambientet e aeroportit është hapur këndi një çast për të, ku ekspozohen dhe shiten punimet artizanale të realizuara nga këto gra. Kjo nismë u bë e mundur fal bashkëpunimit mes Fondacionit Jahjaga, Medika Gjakova, Qendrës për promovimin e të drejtave të grave dhe ambasadës së Turqisë në Kosovë. Dhe sot dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre qytetarëve, të gjithë atyre turistave që kalojnë përreth këtij aeroporti të ndalin në këtë kant që ne i kemi referuar si një çast për të, që të ndalen, të shikojnë dhe të marrin një kujtim nga Kosova, por nuk është vetëm një kujtim nga Kosova, po kjo është një punë e cila është bërë me shumë pasion nga këto gra, që ka qenë edhe si pjesë e trajtimit të tyre, por është edhe pjesë e dhimbjes së këtyre grave dhe burrave të Kosovës, dhe një simbol i vogël nga këta qytetarë tanë, nga këto vizitorë që vizitojnë Kosovën, është një ndihmë e madhe për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Shikues nderuar, pas këtij blogut të lajmeve tani është koha për bisedën në studio me kandidatin për kryetar të komunës së Xhilanit, një mërgjimtar që ishte ardhur nga Finlanda për t'ju futur garës për kryetar të Xhilanit, një arkitekt i njohur i cili ka vepruar gjatë në Finland dhe tani ka ardhur dhe në Kosovë dhe po investon dhe po ndërton këtu pra me punën e tij shumëvjeçare që ka bërë atje. Zoti Lulzim Behgjeti, mirë se jeni në Info. Mirë se gjeta, faleminderit. Zoti Behgjeti, po më çuçe pesot që të vendimin e vetëvendosjes për ta nominu ose propozu Glauku Njufcën si mandatar për kryeministër, pra për herën e dytë nga kjo parti, me që në herën e parë zoti Kurti nuk i pat numrat. Si e pat ju këtë? Mendoni që Njufca do të arrijë ta bëj qeverinë? Si e kam pa unë, pra masi vi për një vendi si Finlanda që është në zonë kufitare gjatë me Rusin, mu ma përkujtoj një gjatë. Dhe më të mi përkujtoj ato vitet kur Putini kishte dhënë pushtet edhe i ndryshi rolet me Medvedevin. Sa herë që u bëshin këto rokada me stadion e dyve, në Finland ndodhte diçka. Nuk është kjo një krahasim mes këtyre dy personaliteteve, absolut se jo, mi po si situatë, po. Do me thonë, çdo herë kur si konvenoj ki një raport ose një zhvillim që ndodhte në Evropë ose në botë, ata e ndoshin rolet. Une këtë situatën e sodit po e shoh si një dështim të madh. Do me thonë në 8 muaj kanë shku, presë majtën zgjedhjet, presë verdikti është dhënë për popullit, votat janë marrë ato që janë marrë, edhe 8 muaj kena ra me fjetë, jemi zgjuar mëngjes, do me thonë me atë premtime se i kemi votat për qeveri, po na duan votat për në parlament. U bënë edhe ato, edhe u pa në fund se nuk i kanë votat, edhe është gënjim i madh, dhe me thonën 8 muaj kanë shku,
me në këtyne 8 mujve ka ndodhur shumë gjana, sa 17 vjeçari, është bë 18 vjeçar që ka me dalë tash në votime, e sa njeri, dhe me thonë, ka vdek gjatë kësaj periudhe edhe ka shku me atë, si me thonë, me atë ymyzin, a i thëmë ka në Gilanit, qa po ndodhë me këtë vend. Të njëjtën pikë kemi mbetë, ndoshta edhe ma keq tash. A besoni që Konjufca mund t'i bëj votat, themi mund t'jetë më i pranueshëm, ndonë se e pa më opozita, ish opozita në fakt, se ende nuk ka opozita tani aktualisht, ish opozita deklaroi që nuk do t'a votojnë dhe kërkojnë zgjedhje të parakoshme. Megjithëse një të ditë, si Albini si Glaukun. Glauku është një personalitet, si me thëmë, ma i pranueshëm për popullin, për publikun. Nuk e ka atë arogancën e Albinit, edhe nuk e ka ndoshta atë egon e madhe si të Albinit. Aty dallohen. Ndërsa sa i përket mentalitetit partijak, nuk shon e dallimet e ata dy. Glauku tash a mundet me i bo votat për themellimin e qeverisë, nuk mundet me i bo. Arsyeja pse nuk mundet me i bo, është se nuk ka marrëveshje politike. Në momenti që nuk i kije mashërancën ose shumicën, vetë ju kupto se ti dush mund të avolin, me bisedu me dikend, me i parafërsu programet, ku jemi të ngjajshëm, ku dallomi, aty ku jemi të ngjajshëm, bashkohen. Do me thonë, pa një marrëveshje politike, unë nuk e shoh zgjidhja që mundet me dalë për kësaj pune. A mendon që ata i dhanë 2 arsye kryesore. E para të mos shku 2 palë zgjedhje sepse mund të ketë edhe në prill kur t'i kalon mandati i presidentes, edhe arsyeja tjetër ka që të miratohet buxheti për vitin 2026 nga një qeveri fuqiplote dhe të mos rrezikohet kolapsi financiar, më që mbesin mira, domethënë mbi 85.000 pagmarrës nga buxheti i shtetit. Besoni që për themi kështu sistemi popullor që kjo të athy qafën disa deputetëve dhe ta votojnë këtë qeveri të paktën deri në prill? Po që unë e shoh politikën si një artë mundshmës. Do të thonë ti je negociator, edhe ti dush me negocu. Kur në momentin se i merr votat për, si me thonë, me kriju një shumicë, jo absolute si në këtë rast, do e mos dush i detyruar me gjetë partner, bashkëpunimit. Kjo që po e thojnë sot, do të këto 2 arsyet e mëdha që po i thojnë, kjo është edhe një kamuflim i radhës për elektorat, se jo për, si me thonë, për botën politike në Kosovë. Ato nuk mundet me manipulu ma, se letat i kanë dalë në sipërfaqe. Mirë po për elektorat, për popullin, për neve, kushtimisht të njerëz të thjeshtë, kjo mundet dhe me pijuj, pse një të në karë, si që është përdorë, dhe me thonë, këto 5 vjetë e fundit, veriu, është e njëjta gjë. Dështimet të tonë me umbullu përmes, si kur rasti sot, përmes 2 situatave që nuk kanë gjashmë një fare. Njëna me tjetërën, buxheti ka mund më miratu edhe ma herët, s'ka pas nevoj me pritë deri tash, shumë e thjeshtë, mos e në mino Albulenin 40 era, po sa ishte, edhe s'kish bërë këtë situatë. Do me thonë shkurtimisht, kjo është edhe një, që a thonën butësisht, ndoshta një tentim për manipulim, se nuk i kam një me bë manipulimin. Mi për një tentim i radhës për me manipulu masën, me dalën me një farë mënyre, faqebarës, po tash prap, ishë opozita, nuk për do neve me na dhonë votat për konsolidimin e qeverisë, që nuk, kjo është shumë e thjeshtë. Nuk i ki vota zotni, se ki numrin, dush mu të avulli me bisedu me mu. Po, kur si mersh 51%, se ki duhet me bashkëpunu. A mendon që, sepse aje edhe e përjashtoj, themi një parti, 2, themi, PDK-n edhe listën serbe, i përjashtoj nga koalicioni, dhe më thonë nga mundësia për të bërë koalicion. Dhe më thonë, ishte kjo, me vedije po i bën këtë zoti Kurti, që të mos të meloj qeverin dhe t'i shkaktoj edhe një palë zgjedhje dhe të arriti marë, sepse themin është e bën themin thojza, ishte i hidhëruar që si muri 500 vota? Spari sigurisht e kishte dhe të një inat madhë, si mas meje. Sigurisht, pa të. Se nuk i muri ato 500 këtë zemrat.
Dhe si rjedhoj e kësaj, dhe me thonë, ka tentu në gjdo mënyrë, në gjdo kusht, frontin ku ky duhet me bo beten me zvoglu sa ma të vogël. Dhe me thonë me bo me një krah, ose me një parti. Mës me bo në shumë parti, se mande e kish prodhu, ndoshta edhe efektin e bashkimit të opozitës. Po, e ka ditë shumit si që ashtu ba, dhe me thonë, e ka eliminu Partinë Demokratike, e ka eliminu edhe listën sërbe që për mua është çudi e madhe, pse ata janë... Ma gjas me akën s'ka dashtë të bëjë, sepse nuk i ka dërguar ftesë. Vetëm LDK-ja dhe Nisma ishin, si me thotë, të preferuaret e saj. Po, LDK-ja ka qenë ndoshta e preferuar, sepse ky e ka shiju, si me thonë ato, s'pedi me gjetën atë fjallën e mirë Shqipe, atë nënçmimi që ka bo lëvizjes, që e ka bo LDK-s, për mes Vjosa Osmanit. Dhe më dhe kjo atë fitore ka shiju. Të njëjtë fitore s'ka mujtë me shiju për mes PDK-s, ose AK-s, ose Nismës, ose listës sërbe. Me ato s'ka mujtë me shiju. Me ka pa dhe me thonë se nëse një herë ko mujtë me mri një sukses, me përgjysmu LDK-n, terin e kom gatshëm. Aty e ka pa, si mbas me e gjithësësi, e ka pa atë mundësin ku prap mundet me gjithë teren. Mirë po, ato që i kom vrejtëne, vi për Gilanit. Gilani, Honedon, na thëmë ka ona e Gilanit, ka qenë në një farë rrugovizmi, ashtu shpirtnisht rrugovizm kemi pasë. Krasu me 5 vjetet e kalume, ose 4 vjetet e kalume, me tash, nuk është ajo, as ajo LDK nuk është mosiku që ka qenë në kohën e këtyne bashkëdyzime me Vjosa Osman edhe Albin Kurtin. Nuk është me njëta gjë. Njës janë vedisu. A janë vedisu si mas, si shumë, si shumic, ndoshta jo në atë madhështi e cila e lyp koha, mi po sigurisht se mendësia ka ndryshu. Po, a beson që këto, sepse e thanë edhe partit e ish opozitare që këto janë tentime për të shtyr, për të ble kohë. A mendon që edhe zoti Kurti me këtë veprim ka ble kohë, të paktën edhe disa ditë që kur të shpallën zgjedhjet pastaj të binë në një datë sa më afër festave të fundvitit ku mërgjimtarët janë këtu, ju si një mërgjimtar që tash jetoni edhe në Kosovë edhe në Finland, e shihni ju këtë, dëshiron që ju ketë si mërgjimtar në Kosovë dhe të votoni këtu dhe ju me poshtë dhe mendon që ai do t'i ketë themi 80-90% të votave të mërgjimtarëve? Jo, nuk e shoh kështu. Nuk e shoh kështu se Albin Kurti ka qef me plasu këtë ide. Dhe me thonë me shty sa ma tepër, me nxitën atë, si me thonë atë revoltën ndaj kësaj situate të mërgjimtarët, dhe me thonë të na gjyrbeqartë, mirë po, ju dëshmu se s'mundet me bë ma. Asnjë deputet nuk e ka fitu pri mërgatës, pri gjyrbeqarëve. Asnjë. Dhe me nuk i ka pru votë si shumi, si sasi, mirë po jo si rezultat. Mërgjimtarët, mërgata jonë, e dinë saktësisht se sa herë që vim na në Kosovë, të njëjta të rrugë kina mi hecë. Dalimet i shofmi fakturat e rrymës, dalimet i shofmi në gjdo spor tjetës, dhe më thonë, ajo është evidente, ato shihen, s'ka nevoj ato me i bo, dhe më thonë, në kamuflimet të ndryshme. I shofmi këshi tanë që sunja dali me një rogë. E një krye minister, detyrën e ka për me rritë misqenjen e njerëzve, të popullit. E jo me bo politikë. Ashtu në perendim shihet roli i kryeministrit. Dhe me rritë misqenjen. Na e bojmë një farë balansi për herë, që jetojmë gërbet. Me vitin e ri, e bojmë një balansë në familje tona, ku kemi qenë 12 muaj ma herët, ku jemi tash. Nëse s'kemi reagu, dhe më thonë me ko, me bo një pozitivitet, me bo një përmirësim të jetës tonë, diçka si na punu. Dhe më thonë, kjo është baza. Një kryeministër duhet me punu për me ngrit misqenjen e njerëzve. Edhe aty mbaron gjithçka. Po,
ju jeni mërgjimtar dhe jeni arkitekt me profesion, ndërtoni edhe gjatë vite, domethënë, edhe në Finland atje, por edhe në Kosovë tash viteve të fundit, ku në këto 5 vitet e fundit jeni goxha shumë i pranishëm edhe në Kosovë. Si e keni por në aspektin e ndërtimit Kosovën kështu në përgjithësi, ku ka ngec, ku është mirë dhe ku ka mujt tjetë më mirë si një arkitekt. Është bë keq planifikim urbanistik në Kosovë, po flasim në përgjithësi, pastaj të dalim edhe në nivel Ta shyrin e për ato temat e ndishme për mu. Ndoshta spari si Gylbeqar, kam qef me pa vendin tem, ashtu unë që shdu me pa. Do me thonën vend me prosperitet, vend ku ki qef me jetu, vend ku janë kushtet për me jetu, vend ku nuk është vend takimi vetëm kafeteria, me një vend ku kur që është mëngjes, i ki mushnit e pastra, jo me arin e ndotën. Kam qef me pa një vend ku ata fqin që i kam në Finland, kur ti thras hajden në Kosovë, me pas arsye mi thonë, po, se në Kosovë mund është me bo këte, e ki një hiking, e ki një resort mirë turistik në Brezovic, e ki një tjetër në Preval, e ki një tjetër në Rogov, detu se kemi, po, i kemi disa liqene, të regullu me mirë, do me thonën, ku mund është me kalu e ditën, me hungër një pesht mirë, do me thonë, këto gjana nuk i ka Kosova. E këto gjana unë e kom qef mi pa. Këto gjana kom qef mi prezentu, të ata finlandezat me cilë na jetojmë. Mi po këto së një bëj. Se sa ari që këmarë, do me thonë, për kemi arë në Kosovë, para se me vendosën me arë ma permanent, ata me është me jetu, kem pritë ndryshimet të mdhaja. Po ndoshtë jemi gjeneratës që e kem përjetu edhe ishtë sistemin, edhe ndryshime ka në Kosovë, gjithsesi. Kjo është demagogji, propagandë. Nuk është shkatërim gjithë shka 20 vjetë. Ta ma puna, s'muna me thonë, njëtën tem, unë jëmë rritën, do me thonë, me një rrugë, prej viti 74, kër është ndërtu Gilan Prishtina, e në ka dok neve, se nuk ka ma mirë. I kemi përjetu ndërtimin e autostrada, do me thonë për një afat të rekord. Jemi të e përjetu e autostradën Gilan Prishtinë, që është për një afat të rekord të u denigru. Qysh vla u bo 2 autostradat e Kosovës me u ndërtu me një afat të rekord. Një kashore autostrade e Gilanit mësë me mujtë më kry që sa vjetë të bënë 7-8 vjetë. Arshtetimit janë të shumëta. Pa të përëmtu që të të kryet në 2023-ën? Po këto kanë qenë përëmtimet edhe shqyqyr, tash, elektorati është i kuptu këto premtime, dhe më thonë, këmë pas një, mas i kisha kandidu, si kandidati pa më varën Gilan, edhe mas i të kryo fushata, të dalë rezultatet e krejt, shkon edhe një ko, dikon një vjetë, e shështë se kur gjë nuk është të bon Gilan. Edhe normalisht me gjë i thëmë, se kisha ditë se duhet me rajtë. Se mund me ndodhë që unë sot isha konkretar komune. Tu mungon sinceriteti, mungon, dhe me thonën, me e pa realitetin konform mundësive që jem për me zhvillu. Mirë po, sa e përket urbanizmit, sidomos sa e përket urbanizmit në Gilan, unë e thëmë, edhe besoj që e ka me plet drejt, thëmë se Gilani është i harnave, është u harnu. është të mirë mbaj. Para se dalim pasoj pyqës në Gilan, që që thonë ju, po Gjilani thejmi ne, a është po betonizohet Kosova? Te e për shumë. Te e për shumë. Imi të jetu, du të me kuptu një gjë. Gjdo iniciativë, gjdo projekt, gjdo zhvillimi një projektit, i ka 2 faktor kryesor. Projektin edhe finansat. Sot, në qëtë ko që jemi të jetu na, projektit ekologjik i kam prioritet gjithande në përbotën. Gjithande. Sot, në këtë moment që përflasmi na, është Horizon Europe, njëra për organizata më të mëdha financuese që ekziston në Evropë, e financuar për Bashkisë Evropiane, temën kryesore e ka ndërtimet ekologjike. Domethënë jo betonizimin, arsyeja e pse.
se betonizimi është me 45% pjesëmarrës në ndotjen globale GNG. Do me thonë me ku përfshin tonat këto si karbon dioksidi edhe ndotje tjera atmosferike që banë, me 45%. Kjo prapi i bjen me thjeshtësu pagës për shikusin. Çdo kompani në Kosovë, sot që po flasmi, e cila ndërton, prodhon kuzhina, prodhon çfarë do të mire materiale edhe don me eksportu në Bashkinë Evropiane. A di që ndodh? Ndodh ajo se duhet me pagu e taksën e karbon dioksidit. Në qëtë moment, Zvicër shembull për ta marrë, e ka 145 frank për 1 ton të CO2-shit. Unë e këtë jemi kom digju vetëm se për lumirit, gjatë fushatës elektorali që ka qenë. Si me thonë, konsumatorit ose njerëzve që jetojmë në Kosovë, nëse nuk i din këto fakte, mund me ndodhë që nuk i intereson. Mirë, po në çmim i intereson. Kjo është dhe një arsye pse materialet ndërtimore janë të njëjta, nëse jo më të shtrejta janë në Kosovë se në Evropë. Betonizimi është shkaktari kryesor i kancerit. Betonizimi është shkaktari kryesor i të kurjes si përfaqës për jetesë. Ma pa kemi gjelbrime. Do të thonë ajo është cila është alternativa. Çka do të bë? Çka do të bë? Sepse kish direkt pyes, çka do të më bëjë që njerëzve mja heq si më thotë kërkesën vetëm për objekte të banesore që janë vetëm beton. Do thonë, sepse ka shumë kërkesa, ju e dini që edhe çmimet e banesave janë ngrit metrit katror, sepse për shkak të kërkesave të shumta. Sakt. Hiç më larg se mram, një mike e jemja, masi e kish më shiqu dhe me thonë këtë që ishte kjo balotazhi përmes përparimin ndaj zotit Qeku. A di cili ishte komenti që më befasoi mu për smiri. Kjo zoj banon New York. Thot, o ti edhe unë e di që e mungo New Yorkit, po unë nuk e di që do të mi bo New Yorkit. Na këtu imi mësu me kritiku. Dhe kritika është arma kryesore çdo gjajt. Mi po shumë pak, kam hasë njerës e cilë japin në alternativa. Kër këm kandidu për kryetar Gilanit, nuk ka pas projekt për cilën nuk e kam pas alternativën. Dhe me thonë, unë e du Gilanin, jem linë Gilan, na thëmë Honedon, jem muhajgjer për ndryshe, 200 kusur vjetë kem rojnë Gilan, edhe e du Gilan mi për e du për një me. Jo për pozit? Jo për pozit, edhe jo për, si me thonë, anë materiale. Se ato i kom kalu. Se kom moshën me kriju të mira materiale mo. Ju në kriju që janë kriju. Qefi jem, vullneti jem, është me bo një të mirë, me pru prej ati veni ku kom jetu dhe ku jetoj, me pru në Gilan. Ndërtimet ekologjike dronore, këto janë temë e zakonshme në Evropë. Shembull për ta jap, në Suedi, në Stockholm, është një lagje, si me thë një paralagje Stockholmit, ku është të ndërtu komplet qyteti dronor. Komplet me 250.000 m2. Ato e bën njerëz. 75% e buxheton Horizon Europe që në përmenda. Në Finland i ki lagje tana, 75% ndërtime vjen dronore. Kena punu disa punë edhe këtu, disa i kena punu edhe Shqipni, po flas si kompanitash, si individ. Pyetjet e shumta që mu kanë bo, pas siguria ndaj materialit dronor. Jemi të folë për dru inxhinierik. Dru, dhe me thonë, që është i procesum, njërë inxhinierike, në për fabrikat të ndryshme, për i cilës vijnë elemente dronore për më ndërtue shumë katëshet, spitalet në Evropë, sot, sidomos në Finland, nuk ka objekt shkollor i cili ndërtohet për betonit. Nuk ka ambulant, nuk ka qerdhe. Parisi, lojnat olimpike në Paris, cilat të mbajten. A i dini që edhe pishina olimpike, palestrat, jenë ndërtu me dru.
materiale drunore. E tash, jo se Francesë janë më të mëshëm se na, jo se Finlandës janë më të mëshëm se na. Mi po këtu hala nuk është kriju një atmosferë për këto që po i flas këto alternativa. E alternativa nëse shukat, nuk mundet me pas. Duhet të promovohet kjo sigurisht kjo. Eksakt. Zoti Beqeti, ju, si që thatë edhe ju, Hënedon në Gjilan, si është ndërtu Gjilani? Ka ndryshu Gjilani prej kur ju e moni men apo ju? A është zhvillu, a është bo diçka apo ju? Sepse edhe ndryshimet në 4 vjetë me parë u bënën për ndryshu qeverisin, për të bë diçka më mirë. Si sheni ju Gjilanin sot? Në aspektin urbanistik, po thënë gjithmonë, aty ku ju jeni, themi, ekspert. Nuk jem një kritikus fanatik, aty ku duhet. Detyrimisht se Gjilani është zhvillu. Do me thënë ajo është e padyshimt. Sikur krejt Kosova është zhvillu. Nuk jemi në ato balta sikur që i kemi pas. Mirë po, Gjilani tash përqendrimi jem, po du me qenë pak ma tepër te Gjilani. Gjilani është zhvillu në periferia jo të mira, që i bjen. Sot kër planifikohet një qendër e re urbane, nuk planifikohet me qenë në ato rafshina, në ato toka bujqësore, ku është zhvillu Gjilani mas lufte, po në pjesë kodrinore. E mira që është bon Gjilan, për këto 25 vjetë po flasë. Tu e shtit ashe edhe kryetarin e komunës aktual. E mira që është bon në Gjilan, është që nuk është punu në Gjilan. Në atë mas me u degradu qyteti, qendra, si ku qendra tjera, e kem Prishtinën, shembli ma të mirë, na mujna mi pa këtu prej aeroplanit, do me thënë dritat natën, jënë shumë të mirë, ato spektakl janë. Mi pëtash me jetu në për ato vende, me marrën bregun e dilit, na i majmi men atë gjana se kem që studentën atë ko, s'ka pas as një ndërtim, është ndërtu, mi po është ndërtu si me thënë, mënyrë kaotike. Mi po edhe kjo arsyetohet, kam jetu një kohë gjatë edhe në Varshavë. Unë e thëmë se Prishtina, Kosova, në përgjithësi është e përjetu atë efektin e Varshavës, kur ka fillu me ndërtu. Spari jo më ndërtimet, ma ndej është zbado me thënë urbanizmi, infrastruktura. Nuk ka qenën ma e mira e mëshmja, edhe nuk është ma e mirja e mëshmja. Mirë po, tash njeriu për herë e ka, do më parim, një investim të vogël që e bon, ato me akomodu me një përfitim. Edhe botnisht e dijet, ku ma mirë se në ndërtimtari. Mirë po edhe ndërtimtaria e ka një logjik të vetën, urbanizmi ka një logjik të vetën. Urbanizmi nuk krijohet pikë pari me vullnet mirë. Urbanizmi, planifikimi urban do të me qenë detyrus. Dush me detyru, do me thonën, ndërtusin, shfrytëzusin, banurin, dush me detyru, mi përmbaj disa kushteve. Ato që nuk e ka Kosova, mjerësisht, është se nuk e ka kodin kombëtar të ndërtimit. Deri sot, s'ke mujtë as ti, asun e me pa, shemblin ndërtues i cili ka deviju prej kushteve të ndërtimit, e cili ka një padi, ose cili e ka një akuzë, ose cili është denu. Këto s'mujna mi pa, shkaku se nuk ekziston kodi ndërtimit. S'ki në bas shkafit me denu një ndërtues nëse nuk i ka kry punë që shdojët. E kemi kodin, do më thonë, e mjekve, kodin e avokaturës, kodin ndërtimit mungon. Rajon se cili shtetu e se e ka. A më dhënë, që këshit borë ju, dhe më thonë se, sigurisht kur thatë që kur keni kandidu për kryetarët Gjilanit, i keni posë alternative se që ka me bo. Qëka du të këshit bërë ju, dhe më thonë, në Gjilan që, si me thonë, të ta kishtë transformuar Gjilanit dhe të ta kishtë bërë një qytet të barabart me dikun në Evropë, s'po e përcaktoj, sepse ju keni jetuar në shumë vende dhe ju po i theksoni dhe po i dini këtu. E keni planet, e keni ato në mendis që këshit bërë? Në aspektin urbanistik, sigurisht edhe të... Pa ajo është urbanizmi, është dhe me thonën, ajo është stil jetësor, dhe me lifestyle. Mund vjen keqe dhe sot kërë ndigjoj njerës, thojnë, o zotni, s'mund është me krasu Gilanin
me një qytet në Evropë. Po pse o zëtënimës me krasu? Na jem qëta shqiptarë që kena punu në Zvicër, në Gjermani, në Francë, në Finlandë, kudo, edhe kemi ndërtu ato vene, kemi kriju, do më thënë, diçka atje. Pse vëllon Gilani mos me qenë? Kër këm kandidu për Gilan, e kom pasën, si me thonën, shpresën e madhe se dikush kam indigju këto propozimit e mija, i ra se tek mas 4 vjete, jo të pa, jo të ndigju ma. Një dështimi madhë që ka ndodhë në Gilan, është të sporti, është të stadioni. Ma kujtove një insert në një prej debateve që i kishmin të kalu, më do me thonë, para 4 vjete, me një studio, moderatorja për na pyet rënjeve kandidatëve, kur do një me kryu stadioni e Gilanit. Na ishmi 6 kandidat. Se cili prej ty ne filloj, unë e kryu me na vitit, unë e kryu për 1 vjet e gjys, tjetë dhe këne për 2 vjet. Kur herë radhat e unë, tha, ti zëtni, tha shumë hiq kur, qysh vëlla kur, tha shjo se nuk bëhet. Kësur qysh pe proklamojnë këta, stadion K4, për cilin haber s'ka se qenë të folë, nuk bëhet. Pse s'mund bëhet? Se, kjo është një debat edhe një luft e jemja personale, kisha me thonë, një betejë personale, lidhë me stadionin. Edhe me këtë qeverin e Albin Kurtit. Për stadionin, qysh në fillim, para 4 vjetë, këmë thonë, në zot një s'muni me bo K4. Tash, për publikun ta skjarë e pagës, si që do me thonë. K4 është nivelli maj nalt, maj elitar, i stadioneve që ndërtojnë në përbot, ekziston kategoria 1, 2, 3 dhe 4. 4 shi, me bo një krasimore, është sikur Air Albania që i kemë Tiranë. Nuk është asë Prishtina. Prishtina e ka të licencuar dhe certifikuar vetëm se terrenin. As gjatë tjetër. Terrenin e ka. Kategorisë 4. Po, të kategorisë 4. Tash, me imaginu se në Gilan, në atë stadion, ashtu si o fillu, në kohën e lutës, po besoj, si renovim, që ka qenë ide e mirë, si renovim, o këndo është me mbet në para të vija, me renovu, lojnat, si me thonë, nacionale më zhvillu aty, me kushte më të mira, në regull ka qenë. Në momenti kur fillun me oritën apetitet, dikush ka propozu, mundet me o bo një stadion evropian K4, aty nuk o bo arsyeja, është fillestare se kam qenë, dhe më thonë, në projektit e Katovicës, kemi qenë dikun mos gabosha 42 eksperta që në kanë qujten, prej inxhinierëve, arkitekta, që kemi punu 2 vjetë në projekt, në Katovicët Polonisë. Kur ndërtohet një stadion K4 e para gjatë që bëhet projekti, projekcioni, dhe më thonë, bëhet, i cili dërgohet në UEFA, për certifikim. A kemi mirë këtë projekt, se i kemi synimet me bo këtë stadion K4. Ba standardet juja? Ba standardet. Ata masën e thonë, po, në dushmi pasën plotësu me 115 kritere, se cili kriteri ka 5 nene. Më zbëjnë matematikë të kodë. Disa janë kritere cilat janë shumë elementare. Do me thonë, kër është certifiku stadioni i Tiranës. Kushti elementar ka qenën se për ata shikus që i vini ka dikun 21.000 shikus më dokët, ata duen me pas akomodim. Minimumi i akomodimeve është për Tiranën 3.500 dhe me nëzhe ka kalu atë prag. Me pas 3.500 akomodime edhe jënë mundu dhe me thonë me adaptu për mes Airbnb-ës. Në Gilan, ata mërmendje që i kem 3.500 akomodime. Dhe për me ulit një ndeshje, një finale, Spanja me Gjermanien, shembol. Kjo është K4-shi. Ku zhvillon ndeshjet, nacionale, finalet, kjo është synimi. Synim shumë i mirë, po jo në atë ven. Nuk bëhet. Kjo ka qenë ajo betejëm personale, si me thonën. Megjithatë, ju keni po pësoj, edhe kryetari aktual me disa fotografi të mira, stadiumi u do ke bukuri mirë, do më thonë në foto, se si do të bëhet, por ende nuk u realizu. Si do ke në foto që qka tjetër, po prap, kur erdh Albin Kurti, deputeti, në Gilan, me, si me thonë,
me ngritat entuziasmin para zgjedhor, se në Gilan po pënohet, që nuk është kjo e vërtet. Tha Gilani është me fat se kina fillu punë në realizimin e premtimit elektoral që i kina pas për stadion e Gilanit. Mu nuk më pranun aty. Mi po kishte disa gazetar që javën në pyetjen, zotni atër ishte alo kryeministër, zotni kryeministër, si është puna e stadionit Gilanit, se kështu, po ndihen llafe, muhabete, prononcime, shkrime e tjera, që nuk i plotëso kushtet. Përgjigjja e tij ka thonë, ka qenë kështu, na po e vazhdojmë, po e përfundojmë kështu në këtë fazë, e masane të pa e të bo. Dhe kjo është prononcimi i Albin Kurtit për stadioni. Kjo është në çmim për neve të Gilanit. Kjo është në çmim i madh. Nuk jem na Gilanxhit në lëmoshën e askujt. Na e meritojmë stadionin, e meritojmë autostradën, e meritojmë, hajde po e kuptoj blokimin kryetarit, do më thënë aktual, e ka shprehime e thonë, kom la borxhet komunës. Cilat borxhe vlla ke la? Helsinki sot që po vlas moneti në çet moment ka 8 miliard borxhe. Ama të asetet komunës, blihet toka, bon projektet, nuk bëhet me buxhet. Kur nuk ka ndodhen në asnjë vend zhvillum që prej buxhetit shtetënor me u zhvillu një komunë. Publiko-privati e zhvillan. Nuk e zhvillan shteti. Shteti është për mirëmbajtje. E këto është të ndodhë në Gilan. Edhe me zhvillu politika. Pse nëse arsyetimet e kryetarit aktual thot, unë e kom la borxhe trashëgume. Jo zotni ti ke marrën asete. Do të ti si ke la borxhet e dikujn atje privat që ka pas borxhe në bankë. I ke la asete, ke kriju asete. Mirë po, kush të blokoj ty për mu zhvillu autostrada? Thot nuk është në domenin tem. E në domenin e kënë është. Ti e zot shpije. Kush të pengoj ty me nejtën të zyrja, kryeministrit, edhe ministrit Qeko, sa bakshëm, zot njëhet se regullo stadioni se nuk e ki mirë. Kush të pengoj kryetarin me nejtën në 6 mëngjes para zyrës, kryeministrit, zot një, hajde me mu, hymje dalje që i kemi në Gilan. Po din me arsitu, kjo është nën, si me thonë, nën ombrellën e Ministrisë të Infrastrukturës. Po ti që e të bo këtu? Ata nëse ti këtu nuk i bën, s'pas me nevojna për ty. Shumë e thjeshtja. Kryetari komunës është menaxher. Nuk është kryetari komunës bankier, na i thojmë. Për me shpërnda. Ja, për me shpërnda, është për gjyna. është për gjyna kër blijen votat me ka 100 euro. është për gjyna. Në fund funit, që ato 100 euro ku jënë të shku? Jënë të shkue të qaj importi cili pe bën Kosova. Aty të shku. Po. E përmendë shumë herë autostradën. Sa është të rëndësishme kjo autostradë për Gjilanin edhe si pas jush, pse nuk u shkryet deri tash? I është premtuar disa herë që do të kryhet shumë më herë para 2 viteve. Nëse mos gaboj, 2023 në fund kryeministri Kurti në kryeministin e dyert ka paralajmëruar që mund të kryhet, do të thotë do të kryhet autostrada e Gjilanit. Pse s'u kryet deri tash edhe sa është e rëndësishme për atë rajon kjo autostradë? Autostrada është çdo kënd, është do të thonë rruga jam të fol. Në këtë rast për autostradën, është jetike për zhvillimin e një komune, sidomos Gilanit, kur jemi në atë aksin e 3 shteteve. Unë e krahasoj Gilanin shpesh me Bazelin, do të thonë gjeografikisht, lidhemi me 3 shtete, me Serbi, me Maqedoni dhe Kosovën. Na pozicionimin e kena ma ideal në Kosovë për një zhvillim. Për këtë arsye edhe Gilani ka qenë, do me thonë, ka qenë qyteti më i zhvillim industrial në Kosovë. Geografia ka mundësu. E këto jënë të e pa tash si pyetje sonde me u përgjigj shumë shkurt edhe thjesht. Nuk mund është me kriju buxhet për autostradën e Gilanit të ble rrym 1 miliard. Të shku 1 miliard. Nuk mund është ti me fonde
ekzistuese qiki të blokume, sa janë tash 900 apo 1 miliard, afërsisht, nuk mundesh me da fonde edhe për autostradën e Gilanit. Do me thonë, nuk mundesh ti me da fonde edhe mi pague vitrat, së në vitra jo thëmë, për vota, edhe me da fonde për Gilanin, ato së mund me shku. Ti dikujna dush mi marë për mi dhonë. Do në për këtë arsye për shkaqe politike, elektorale, Gilani ka metër këtu ku është. Ky kryetari sodit, unë e një shumë mirë personalisht, shpesh bisedoj me pim kafe së bashku, kur ta kom jo se qëllimshëm, por në rastis, është djali kulturum, është djali mirë, është i lexueshëm, është i dijshëm. Mi po është në vend keq, në pozit keqe është. Nuk diti me kthye entuziazmin rinor, me kthye në favorit për vetveten edhe për Gilanin. Pse? Një është në partit keqe, të gabushme, numër 1. Dhe më thonë, Gilani nuk mundet një qytet më zhvillue me politika majtiste, nuk mundet. Ti dush me, a dikur zhvillot një politik majtiste, Finlanda është shtet majtist, ndoshta bëdar për temës së temë. Mirë po, Finlanda është shtet social-demokrat. Dhe më thonë, Finlanda ka kriju një buxhet të madh për me mirëmbajt popullatën e vetë. Jeta sociale në Finlandë është ndoshta më e mira në nivel botëror. Mirë po, ti ato i bën me tatime, e jo me import mallnave, jo me kriju buxhetin për me mujt me pagu rrym 1 miliard, 1 miliard janë ato fol. Do të thonë 3 miliarda sa është sot buxheti i Kosovës. 4 ke i propozuar për vitin 2026. Do të thonë shkun gati 1 miliard i ka të blokume që nuk i shfrytëzon, do më nuk e ka leju qarkullimin e aseteve monetare, nuk i ka leju në qarkullim. Ku mu u zhvillu? Qysh mu u zhvillu? Tjetra, trusti penzional. Unë hala sot nuk e kuptoj qysh një kryeministër, ndoshta e ka pas trashëgume, mirë po që ato i kryeministër, mi zgjidh problemet aktuale. Qysh vëlla bëhet, nuk e di momentalisht sa është shuma e trustit pensional të Kosovës. Besoj dikon 3 miliard që ndoshta sillet? Që aty dikon? Po, do të me qenë ofër, se sakta nuk është që edhim, sepse varion ai. Qysh paret e Kosovës mi quhe me një bank të huj në Evropë me marrë një përqindje të vogël të interesit. Me arsye tim, aty është sigurt. Nëse kursime, ato janë kursimet kosovarëve. Nëse ato kursime nuk i kiti në Kosovë, a që e bjen kjo? Unë s'jam të i besu Kosovës, për që ato po i që 3 miliard. Aseti maj madh monetar që e ka Kosova, i cili po flen, është trusti pensional. Ato du të me shvizu, kështu bërë në Finlanda, dhe në Finland ka trusti pensionale. Mi po trusti pensional në Finland, blen edhe pasonit patëndshme, zhvillon edhe lagje, ndërta në spitale, ndërta në qerdë, do më thonë, qarkullimin e bënë. Shte e fut pare në punë, në zhvillim të shtetit, në shumë sektor. Për fund, zëdi Begjeti, është me nëntor balotazhi. Është qeverisë Gjilani nga vetë vendosje, tani është në balotazh me LDK-n. Mendoni që do të ketë një ndryshim nëse merr mandatin e dytë zoti Hyseni në Gjilan? Unë e thamë mëse bazët. Thamë mëse bazët, të e marë parasysh vetëm se ato ku jemi thiru me folën në profesion timin, në urbanisht. Pikrisht në këto pëllë. Në këta aspekt, në ndryshimit në aspektin urbanistik edhe të zhvillimit të shtetit. Nëse e merë që unë e dyshoj, edhe nuk kam qef me marë mandatin e dytë, se a i duhet më krasu me punën. Nuk është më në pozit me u krasu me një person tjetër, sikur ka qenën herën e kalume. Ta është ju krasot me punën e vetë. E puna e vetë nuk ka medium, nuk ka, unë e zdi person me konë, unë e bisedoj, që më thot, po bre, për ja keni natë se ka punu mirë. Ama bashkë dhe kështë thot, 0 pun ka. 0 pun ka. Asë një pun nuk ka fillu, që me mbaru. Degradime në gjitha ndejon. Unë e kam besim të madhë se një levizje ka me u ba në Gilan.
a ka me qenë mjaftueshme për me bo, dhe më thonë, këtë kapërcimin për një regjimi që është në Gilan, në diçka që premton një zhvillim për Gilanin. Së në thëmë regjim, regjimi Kuçbile, dhe më thonë, strikt, atë gjë nuk u punu në Gilan. Bojnë lavdata me projektet huja, është mirë me ardhë Halil Kastrati me investu në Gilan, është shumë mirë, mi po jo në asim mënyre, jo në atë vend ku është. Para mendoje, shtëpia e plegjve, është senatorium. Nuk shkon me ndërtu shtëpia për të më shumë në qendër Gilanit, për balë stacionit autobusave, për balë 4 kursive automobilistike e në bërë spitalit. A i më shumë kërë qotë më njës, pari se ka me pa morgun që e ka 5 metra prej veti. Ka me pa spitalin e zimt, ka me pa stacion e autobusave plët me tym, edhe 4 kursit automobilave. Ato në do thonë periferit shëndechme, e shqyqyr Gilani ka mjaftushëm. Këto gjana mu mjapin shumë shpresë dhe, si me thonë, më shtjen me besu, se ky djali i ri, kryetari aktual, pos që është djali i mirë, le t'i kthehet librave të veta, ato ku e ka profesionin mirë, nuk është menaxher i mirë për Gilanin. Askush nuk e ka i natin. Po thom, unë jam motorist vetë, jemi familje motoristave, edhe kryetari është motorist njësoj. Shpesh ke muhabete, do më thonë, të këndshme me zveti. Mi për i thom, Alban, si e për kryetar, s'ke po asë gjanë Gilan, 4 vjetë, kush ma këthen mu kohën e 4 vjeqit mrapa, i ke marti Gilan gjive 4 vjetë. Unë e besoj se me një angazhim të ish opozitës, si me thonë edhe nivel Gilanit, ka mundësi reale, se tash kjo është sikur një duel i futbollit, o kry pjesa e parë, o kry pjesa e dytë, barës tash në vazhdime. Këtu kemi tash situatën. Kjo në vazhdime. Situata është 0-0. Nuk e para pëlqej, mës me dalë debate, në thonë mja kajak. Ato nuk e para pëlqej. Edhe nuk e di pëse nuk e bojnë. Nëse Albani i ka ikën 3 herë debateve, të njëjtën gjë që nuk e pëlqej edhe prej pretendentit të LDK-s, Arbrit, duhet me dalë me ballafaqu. Duhet me dalë me spjegu. Duhet me dalë me spjegu njerëzve që e ki ti synimin, që është zonë ti me zhvillu Gilanin. Gilani, qendra e Gilanit, e meriton një qendër zhvillume, me një koeficient më të lartë. Buxhetimet nuk janë probleme, ato e probleme më i vogël. Projekti duhet me qenën, me po projekt dinjitos, që ta pranon Bashkia Evropiane, e jo projektin e stadionit me 200.000 euro, me dashti me bo projekt stadionit K4 të UEFA-s, kjo s'bohet. Shembull kena sa dush. Po, zoti Begjeti, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Info2 dhe diskutuam edhe për politiken, edhe për urbanizmin, edhe për zhvillimin lokal. Kështu që të falenderoj shumë dhe shpresoj të takojmë edhe herë tjera. Falem shumë për mundësinë, edhe i përshëndes mas parti Gilangjit me të Nondin. Kur dalme mëngjes për me votu, le t'ja mendojmë si ku pedojmë me pa Gilanin. Me stadion pa përfundum, apo me një Gilan zhvillum. Faleminderit shumë i ndëruar. Gjithë mirat. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte, qëndroni ju me programet e DTV Media e ne do të shihemi sërish nesër. Bashkë miru pafshim.